shtëpinë time vlla për njerëzit e mi, ç'a lidhje ka? Jo, mirë ti vetë kur martohesh vllai bja grua si mbaj gruaja lekët apo. Po normale, po ç'a po them unë kam thënë gruë, unë gruaj tu veç me mi majt lek, me rob shtëpie, se unë i prish Rregull. Jo, ç'a më ofendua se kena shokë, ç'a më ofendua kena vlla. E ke ti shokë. Po mirë për veten folo. S'ka lidhje ajo, po të them që edhe unë s'ka si gjë të keqe me pas në gru të mirë, jo në gru që Vllai, ti audiencën e ke dhe tha mirë gjipar pse nuk bën diçka për vete. Ti do të bësh diçka për vete shoku im, edhe reklamën e ke vetëm. Po jam të bërë babal, jam të bërë muzikë. A jam të bërë muzikë. I gjë nuk kuptoni. Njerëzit hapin biznes edhe vujnë për punë. Ti po të hapësh një biznes të vogël, 100.000 euro, 200.000 euro apo 400.000 euro, po supozoj se mos thoni ju 300 shifra. Duhet jesh reklama, që në Shqipëri këto gjëra nuk i bëjnë njerëzit, e kupton? Nuk i vën fare veshën, reklama. Biznesin apo punën, apo gjëra që ti shet, ta bën reklama, ta bën asnjë gjë tjetër. Ore, di o babalja, këta njerëzit shumë investojnë në biznes, pa harrojnë të investojnë në reklama valla. Kujtota çoj mrapa jemi. Kurse ti reklamën e ke në dorë vetë. Ti po të them unë gjë, mu të shesës nesër nxjerrësh mut në TikTok, po se ke shitin mbështyn rrat mu. Muta ja, e shikon? Mutin e shet dot në TikTok, Juldeta se shet dot. Ore, nuk po themi ne që hore, prandaj pra nuk është në njëjtën grad. Po prandaj pra e shikoj që është me vlerë njëjtën grad Juldeta me ç'a del Greca në TikTok ose tri. Se ai nuk degeneron, ore profesor. Ore po këti kjo audiencë duhet që ble mut. Shumë bukur. Po ai nuk degeneron o vllai. Ai mban fytyrën e vet vëlla. Ore, mos ka sot tash i leku me fytyrën o vllai. Nuk e tek familja kur erdhën çunat e kombëtare si isha te Marioti, aty erdhi me mtaku Olsrama. Për kohë të rove erdhin dha dorë dhe qeshte. A kupton? Po nash, o vllai, ç'a duhet ti duhet tash ti e babale ke i punë. Kush ta bën punën ty sot? Ta bëj unë apo ta bën Franci apo Juli apo ku di gjë unë tjetër. Valla nuk është budallaj që paguam më 500 euro me bën reklamëre. Ose ky tjetri ta tregojë që thotë pagun ti, ore, ai pagun ti që bën 500 euro bën reklamën ti sepse ke influencë dhe ke njerëz në TikTok që ndjekin. Si ke krijuar ti audiencën, e ke krijuar duke thënë këta sikur ta profesori qera çfarë. Po jo, se nuk po e krahasojmë, po se cili ka audiencën e vet. Ore, Greca, më falni sekondë, më fal. Ore shoku. Ç'a ke më mirë? Ke më mirë dalësh nesër pas nesër thotë ja ky motre qiri që ka bërë lek apo ja ky Karderri? O vllai, unë do të dal që kur dalë për të rrjetin, ja ta them unë. Ç'a kam xhaj? Po ja ta them unë, ç'a kam daj, bab, xhaj, vlla këto? Më thonë se ç'a thot ai tjetri, motër qira, po Karderri ai qirop nuk ma ka hiç mu. Mjafton rrethin tim ta kem rregull, më rrot ka. O vlla, si ta bëj me djerë lekun? Gjoher, po ai që punon shtëpi barit në Angli vin këta pjedh motra që rritu në Shqipëri thot, pa ika se ky rrot shtëpi bari kanë. O Pablo, po më lere, mos ka sa mohabete të tilla ti tash kot pa lidhje. Çka ka mohabete të tilla pra janë ato se kshu thotë njerëz. Jo mos ka mohabete të tilla ato se ai ka punuar. Ore, shoku. O Pablo, ai që ka punuar në shtëpi bari, edhe një njeri që i thot, ja ky motre qiri, është motre qira që po gjykon një herë, e kupton që ta dish ti. Po, edhe për mua. Ja ka punuar në shtëpi bari, shoku im apo kudo që ka punuar, nuk ka dalë atje pa punon. Për të nxjerrë lek, se ka nxjerrë lekun e punë vet. Nuk ka nxjerrë, nuk ka dalë. Po pse nxjerrun se shpuna ime. Nuk ka dalë aty, ti thot Francit, ti thot dikujt apo dikujt tjetër tepër dalën për TikTok ta shajë ta boj, edhe krata ti fiton ti apo jo? Se kështu. Kush ka qujt tek se kam shi motrën Niksit apo Filanit apo Fisteku, se kam shajt babalen Francin apo ndaj tjetër. Kush ka qujt ato reklama që me 500 euro ti duke atë audiencën duke shajt njerëzit e këtu. A ke dalë duke tall karin me gjithë miretin pris do i kap atë. Ato njerëzit që kem bledh duke tall karin me tjerët, me ato lek po i bën, me ato njerëz po i shet reklama. Çfarë kujton se njerëzit kush duke tall karin? Po ato tjerët me çfarë kanë bë? Kush? Po ja s'ka shajt babalen njerëz. Kush futet këtu? Kena shajt njerëz. Ti do të futesh në sekondë vase. A është opsionale kjo puna që po bën ky vëlla? Është, a ndjekin njerëzit për këto që bën? Ore, është opsionale, po nuk është pyetja është opsionale, jo, është cilësore ose jo është çështja. Ore, për të cilësore o pra. Po flasim për opsion, se gjithë ky çuni i ris ka opsione tjera ky? Ore, për të cilësore o vëlla. Një sekond, është opsionale. Po pse e ke që po bëju, nuk është opsionale? Po opsionale është. Pa ke të parë ndonjëherë të dalë tu çaj njerëz ato? Si? Po ke çao vllai.